Gazetari amerikan Mark Caputo, që punon për agjencinë Axios, I ka bërë një pyetje Departamentit Amerikan të Shtetit nëse kreu I opozitës, një herësh kryetari I Partisë Demokratike të Shqipërisë, ish kryeministri Sali Berisha, mund të vizitojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo jo. Në një koment në rrjetin social X, ai thotë: "E pyeta Departamentin e Shtetit për statusin e vizës së Berishës dhe më thanë se ai mund të vijë në SBA", shkruan gazetari që publikon edhe përgjigjen e dash. Ne japim rregullisht përjashtime për të lehtësuar udhëtimin e individëve të caktuar në SBA në përputhje me detyrimet ndërkombëtare dhe interesat tona kombëtare. Si e tillë, ne nuk do të lejojmë që interesat tona të politikës së jashtme apo marrëdhëniet me Shqipërinë të mbahen peng nga vendimet të politizuara të epokës së Bidenit, thuhet në reagimin e Departamentit Amerikan të Shtetit, dërguar për gazetarin në fjalë. Caputo ka shpërndar edhe një shkrim të gazetës Wall Street Journal, ku ka dhënë një intervistë drejtuesi I fushatës së PD-s, Chris LaCivita. Ish kryeministri Sali Berisha dhe anëtarët e familjes së tij u shpallën non grata nga Departamenti Amerikan I Shtetit në 19 maj të vitit 2021. Lajmi u bë I ditur nga sekretari I Shtetit I asaj kohe, Antony Blinken. Sipas tij, Berisha ishte përfshirë në veprime korruptive, të tilla si shpërdorimi I fondeve publike dhe ndërhyrje në proceset publike. Vetë Berisha nuk I ka pranuar asnjëherë akuzat dhe madje ngriti edhe një padi ndaj Blinken në një gjykatë të Parisit. Për këtë vendim, Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama dhe miliarderin George Soros.